Ministri Arben Taravari është I shqetësuar për rrugën eurointegruese. Ai nuk pret që së shpejti të gjendet zgjidhje për zhbllokim. Pritshmëria jon ishte që sa më shpejt të fillojmë, edhe përsëri duam sa më shpejt, po të jemi të sinqert, kushtet që I vendos kryeministri ka drejt absolutisht këtu. Edhe ndryshimet kushtetuese ose fillimi I negociatave nuk bëhet pa dakordimin e VMRO-DPMN-s dhe popullit Maqedonas që jeton në Maqedoni. Kështu që do të mundohemi, por unë tash për tash nuk shoh një zgjidhje që premton në afat të shkurt të zgjidhet ky problem ose të fillojë negociat. Taravari vitin e kaluar ishte optimist për hapjen e klasterave, kur ende ishte aktuale tema për largimin e mundshëm të Vlenit nga qeveria nëse nuk votohen ndryshimet kushtetuese. A ja sam siguran дека ova влада ќе ги започне преговорите, а не сакам да бидам преамбициозен дека I би ги завршил во мандатот додека ќе има ова влада. Sipas analistit Blagojqa Atanasovski, çështja e rrugës eurointegruese mund të ndikojë në Vlen në zgjedhjet e ardhshme lokale. Vlen како политичка коалиција тотално ги излажи, изманипулира и ги разочара веројатно своите гласачи кога наводно пред изборите лани па и потоа даваше условно кажано некој грејс период од 6 месеци, од 3 месеци, каде што ќе го условува своето учество со гласање, односно продолжување на евроинтеграциите и гласање на уставните измени. Гледаме дека од тоа нема ништо. Ministri Taravari përsëriti se për Vlen eurointegrimet mbeten prioritet, por për zhbllokim, siç shtoi, më I rëndësishëm është qëndrimi I partnerit të koalicionit VMRO-DPMN, I cili ka 58 deputet, për shkak se pa ta nuk mund të realizohen ndryshimet kushtetuese.